Pengimi i kardinalit Pizzaballa dhe i kujdeshtarit të tokës së shenjtë për të arritur në bazilikën e Varrit të Shenjtë në qytetin e vjetër të Jeruzalemit për të kremtuar ritet e javës së shenjtë nuk ka qenë një incident i thjeshtë, as një veprim që mund të justifikohet në çfarëdo mënyre me arsye sigurie, edhe pse situata është jashtëzakonisht dramatike dhe ndërlikuar. Si drejtuesit e Kishës Katolike Vendore, ashtu edhe vetë Papa, kanë reaguar me fjalë të forta ndaj një mase që sipas tyre përbën një formë të vërtet intimidimi fetar. Për herë të parë në histori, Patriarku Latini i Jeruzalemit nuk ka mundur të kremtojë meshën e së dielës së palmave në Kishën e Varrit të Shenjtë. Prandaj kjo masë kufizuese e vendosur nga autoritetet izraelite konsiderohet si qartësisht e paarsyeshme dhe jo proporcionale. Përtej kësaj, fyerja e marrë ka një karakter simbolik edhe më të thellë, pasi përfaqëson një sulm ndaj lirisë së besimit, pengon të krishterët të kremtojnë ditët më të shenjta të kalendarit të tyre në vendet ku lindi krishterimi dhe shpërfill ndjeshmërinë e rreth 2 miliardë e 300 milion njerëzve në mbar botën, të cilët pikërisht në këtë javë kulmore të besimit të tyre e kanë vëmendjen të Jeruzalemi. Nuk bëhet fjalë pra vetëm për keqardhjen e Kishës Katolike për këto kufizime, por për ndërgjegjësimin se është arritur në pikën më të ulët të marrëdhënieve mes Izraelit dhe botës katolike. Kështu, disa pyesin nëse pikërisht në këtë pashkë të këtij viti të krishterët po përjetojnë Golgotën e tyre, vendi ku sipas Biblës u kryqëzua Jezusi, që në një farë mënyre kujton kalvarin e vuajtjes që përjetoi Jezu Krishti 2000 vjet më parë në kryq. Sepse pas ndalimit apo pamundësisë për të kremtuar ritet e pashkëve, pas justifikimeve të egzageruara të sigurisë, duket se fshihen arsyet e vërteta të përplasjes mes Kishës Katolike dhe qeverisë izraelite. Ideja se në Jeruzalem jo të gjitha fetë kanë të drejtë qytetarie, se kush drejton fenë më të fuqishme i konsideron në fakt të tjerat si të paligjshme apo të huaja, edhe pse ato veprojnë në shtëpinë e tyre, në tokën e tyre, dhe se çështja e vërtetë në lojë është liria e besimit në një tokë ku kanë lindur 3 fetë monoteiste më të mëdha. Prania e të krishterëve në tokën e shenjtë nuk është thjesht ajo e një besimi mes shumë të tjerëve, por ka tipare të veçanta, të shënuara nga njëra anë nga marginalizimi dhe martirizimi dhe nga ana tjetër nga një prirje drejt dialogut ndërfetar që po bëhet gjithnjë e më i brisht dhe i vështirë. Siç dihet, përbërësi i krishterë në vendet e veta të shenjta është reduktuar ndjeshëm. Sot përbën rreth 3% të popullsisë së lindjes së mesme, ndërsa një shekull më parë ishte rreth 20%. Megjithatë, angazhimi i Kishës Katolike në këtë tokë kufitare ka qenë gjithmonë i mbështetur mbi përgjegjësinë, edhe pse është jashtëzakonisht e vështirë të jesh bartës i paqes dhe bashkëjetesës në një kontekst që është një përzierje kulturash dhe konfliktesh etnike e fetare. Në këtë kuadër, duket se po del në pa një përplasje tjetër mes Kishës Katolike dhe atyre që sot drejtojnë Izraelin, që shtrihet edhe te forca të tjera të përfshira në konfliktet e lindjes së mesme. Denoncimi lidhet me faktin se emri i Zotit po manipulohet, duke u përdorur për të justifikuar këtë apo çdo luftë tjetër. Kjo, siç kujtonte disa ditë më parë kardinali Pizzaballa, është mëkati më i madh që mund të bëjmë në këtë kohë. Nuk ka kryqëzata të reja dhe Zoti nuk ka lidhje me këtë. Zoti është mes atyre që po vdesin, që vuajnë, që janë në dhimbje. Dje, Papa u shpreh me të njëjtën ndjeshmëri në Shën Pjetër, gjatë meshës së dielës së palmave, kur tha se i yni është një Zot që e refuzon luftën, që askush nuk mund ta përdorë për ta justifikuar atë. Ekziston një paradoks në historinë e ekumenizmit që sot duhet vënë në dukje. 40 vjet më parë, në vitin 1986, lindi Fryma e Asizit, një model i dialogut ndërfetar i nisur nga Papa Gjon Pali II, i cili bashkoi udhërheqësit e feve botërore për të lutur për paqen dhe për t'i dhënë shpresë njerëzimit. Sot duket sikur jemi kthyer në atë botë ku muret mbizotronin mbi urat dhe ndarjet mbi afrimet. Me pak fjalë, Zoti duket se po thirret sërish të përvesh mëngët.